Gjithë këngëtarët anë mban botës kanë nga një DJ profesional që janë të informuar me muzikën e këngëtarëve të tyre duke njohur mjaft mirë cilësinë e secilit. Edhe pse pak vonë, kjo gjë filloi të praktikohet edhe tek ne. Disa nga emrat e estradës që kanë performues të tyre janë Unikatel, tashmë të njohur dyshja Real One dhe DJ Bland, Dafina Zeshiri, Tuna e disa të tjerë. Por si është një ditë e një DJ-i? Sa janë të informuar për muzikat e fundit dhe në çfarë ndeja performojnë? DJ Gamble, DJ Flow dhe DJ Nomad janë pjesë e prives për të shpalosur anën tjetër jashtë klubeve e eventeve, larg fshehjes mbrapa yjeve e harrimit të popularitetit. Caralho, foi do show? Ele mora só vou fazer. Conheço. Barbecue me muzikë. Shkojnë bashkë? Shkojna, apo vini edhe ju a? DJ Gamble ose Gamble Mania është një nga DJ që shpesh shohen në çdo cep të Kosovës. Ishte një kohë DJ zyrtar i këngëtares Dafina Zeshiri, por kjo punë mori fund shpejt. Tani i vetëm performon gjithandej. Dita e tij starton ndryshe nga ajo e sotmja, ku ne ishim pjesë ndajës së tij. Sot më kemë thonë pak më ndryshë Florian, ditëve tjera, dita e fillon me një kafe në shoqëri, direkt disa punë tjera dhe pastaj natën muzikë. Gamble Mania për një kohë të gjatë ishte për krah shumë artistëve të njohur në estradë. Çka ndodhi? Pse tani performoni vetëm? E kom vetën tem, me të cilën koordinona non stop dhe folje, dhe në tarë nuk do të punoj që me arrit shumë suksesa. Tek e fundit, s'po vim kërkosh. Është një nga DJ-t më të suksesshëm, por emri i tij ka një domethënie, Gamble Mania. Gamble Mania pasi që kohët e fundit, muzika jam u bë mani diçyratin për njerëz që vinë me mdu mu. Ndaja e cila ishte organizuar, ju kishte besuar dy DJ-ve, Gamble dhe Professional, një barbecue organizuar në periferinë e qytetit, ku mblodhi shumë të rinj të cilët tashmë po kënaqeshin me muzikën dhe mishin e skarës. Gamble për ne kishte një surprizë. Ndryshe nga DJ Gamble, Nomad, apo ndryshe njohur si DJ zyrtar i reperit më të popularizuar shqiptar Unikatel, disa ditë më parë ishte në Prishtinë për të performuar në disa nga klubet e qytetit, ku tashmë ishin rezervuar për të. Gjatë performancës së tij, të pranishmit u pan të kënaqur duke vallëzuar me muzikën e tij. Ai dha fund mbrëmjes me dy këngë të reperit Unikatel. Ne të nesër më shfrytzuam për ta pyetur për jetën e tij dhe muzikën të cilën zhvillon kryesisht në Amsterdam. Dita e tij larg Prishtinës është më ndryshe. Kom kompaninë Atlantic Booking Agency, bim artista vi Jamaica, Amerikës, R&B, hip-hop artista t'i bim në turne në Evropë, ashtu që kom shumë lidhje kontakte me organizatora gjithë ditën, që ashtu e plotësoj ditën mas shumë ti. Ai përveç punëve me agjensionin e tij është i ngarkuar edhe si DJ i Unikatilit. Si është për të kjo punë? Po, normal kjo sen është e pabesueshëm tash me këqyr legjendë historik që ka kriju me fansa, me krejt. Është sikur me fitu një jackpot 10 milion. Përveç Unikatilit, DJ Nomad kishte punë edhe me shumë artistë të tjerë të famshëm. Kom punë me shumë artista, Tyga, Lloyd, Mario, Sean Paul, Leftside, Nina Sky, Kevin Little.
Për dallim nga këta të dy, DJ Flow e nisi dhe mbeti vetëm sa i përket muzikës si DJ, përveç klubeve e eventeve. Ca kujtim mori tjetër kahje duke realizuar kështu 3 videoklipe. Por çfarë shtyn një DJ të realizojë videoklip? Ma shumë për shkak të imigjit, para më njoh, se ama kom pas emrin e kom kujtu me kohë, kur shumë muzikë vetë. Çfarë dallon DJ Flow në muzikën e tij e rolin si DJ? Çfarë do zhondër muzikës mund është me lëshu. Po të shëndjen, që ajo të veçan, i kejt DJ-ave tjerë. Ndryshe nga reperët dhe këngëtarët e vendit ton, tek DJ-at si duket nuk ekziston inati dhe konkurenca, e në këto nuk kanë as disa për njëri tjetrin. S'po shoh tre kur heq për me po kum shep me mjef dikush inati. Se punoj edhe 2 herë çkaç. Të jesh DJ nuk është se ke privilegje të mëdha në vendin ton, mirë po ndoshta një ditë bëhet mirë edhe për ata.